Përshëndetje miq të dashur të Radio Marisë së Kosovës, përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni në këto momente pranë frekuencave tona dhe pranë atyre rrjeteve sociale në të cilat transmetojmë ne dhe jemi çdo ditë me ju, ndërsa sot jemi me drejtorin general të Caritas Kosovës, Don Viktor Sopi, ku do të bashkëbisedojmë rreth sfidave dhe programeve, projekteve veprimtarisë në përgjithësi të Caritas Kosovës. Don Viktor, qoftë du Krishti dhe mirë se erdhe në studiot e Radio Marisë. Qoftë du Jezu Krishti për gjithë ndëgjuesit e Radio Marisë dhe një përshëndetje shumë vëllazërore për ju në stafin e Radio Marisë, si presidentin, drejtorin e gjithë bashkëpunëtorët e juaj. Kam shumë kënaqësi që sot mund të flasim për veprimtarinë e Caritas Kosovës në vendin ton, mbi sfidat me të cilat Caritasi ballafaqohet në përditshmërinë e projekteve në implementim, që përfitues të shumt janë adresa më e mirë ku e orienton punën Caritasi i Kosovës. Do Viktor, sa i përket veprimtarisë kemi diskutuar edhe herave tjera, do të thotë, duke pas parasysh se kjo veprimtari vetëm sa ka ardhur është zgjeruar. Pas lufte, po edhe para lufte, mos të dalën periudhën e mëhershme, po ka qenë një dritë, një shpresë e madhe për gjithë ata të cilët kanë pas nevojë, sidomos në aspektin shëndetësor apo edhe në forma tjera, derisa tani keni avancuar me projekte të ndryshme, projekte të reja, po të njëjta të cilat janë në shërbim të jetës së qytetarit të Kosovës. Caritasi në përgjithësi mund të merret si një krahasim, po e marr lumi, gjithmonë ka rrjedhën e vetë dhe destinimin. Kështu që lumi rritet kur bën shi. Edhe Caritasi, kudo që vepron në botë, ka specifikat e veta, rrethonat e veta në cilat vepron edhe e orienton veprimtarinë e vet. Caritasi sot, disa dekada pas luftës, dhe nuk e ka të njëjtën mundësi të veprimit për arsye se rrethonat kanë ndrue. Sot Caritasi është një partner i fuqishëm i organizatave ndërkombëtare me të cilat bashkëpunon, me të cilat studion fushat e veprimtarisë, aplikon në projekte të ndryshme dhe si një partner serioz ta kuptojmë të gjithë se si janë standardet e një organizatës ndërkombëtare, si që është për shembull po e marrim Renovabis, apo ADA e Austrisë, apo Caritasi Evropian, që partner shumë serioz e konsideron veprimtarinë e Caritasit dhe shkëmbem mendime dhe implementon projekte, kuptohet gjithmonë në favor të përfituesve që i parashef projekti. Që do të thotë, sot në rrethona krejt tjera veprojmë dhe duhet jemi partner të barabartë me organizata tjera, sepse aty nuk mund të veprohet pa një strukturë profesionale në raport me donatorin edhe në raport me vetë projektin i cili duhet të implementohet sipas standardeve të parapara në vetë tenderin e aplikimit. Prandaj ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur në punën që e bën Caritasi Kosovës si pjesë e kishës katolike në fushën humanitare, e cila vërtet mund të merret puna e Caritasit me shumë suksese. Për kjo mas miri flet numri i bashkëpunëtorëve, numri të punësuarve kudo në për vendet në vendin tonë, në për zyret rajonale, ku kanë projekte dhe ku implementohen projektet, që numri i punëtorëve është me shumë qindra
njerëz që bashkëpunëtor, të cilët janë me kvalifikime jashtëzakonisht të mëdha. Karitasi Kosovës mundohet të studioj fushat e veprimit, ta bind partnerin në fushën e caktuar për të mbështet projektin në Kosovë dhe atje ku korrim sukses, kuptohet se gjithmonë përfitues janë ato pika, ato familje, ajo rini ku mas miri e ka përjetue në vetë kyqen e vetë, në angazhimet e veta në përmes projekteve të Caritas Kosovës. Në kohën e fundit në Kosovë, ku Caritasi vepron pothuajse në çdo pjesë të vendit, ka edhe shumë sfida, sepse shumë operator fizik që janë edhe përfitues. Caritasi është një organizatë e cila nuk është përfituese, nuk ka biznes, është shërbim, është edukim, është përkushtim për njeriu në nevojë në varësisht prej projektit. Këtu dua të veçoj vetëm Caritasin Gjerman, i cili mbi një dekadë e ka standardizue projektin për kujdesin shtëpiak, ku është një veçori shumë prekse, dalluese në krahasim me veprimtari tjera që banë në fushën e shëndetësisë, dhe këtë projekt e ka standardizue me prezencën, me financimin e vetë Caritasi i Gjermanisë, i cili që 15 vite për kujdesi shtëpiak, home care, implementohet në 4 qendra. Ta spjegojmë pak a shumë çka nënkupton kjo për kujdesi shtëpiak, edhe pse s'du t'im shumë detoj, po s'paku njerëzit ta kenë qartë, sepse pe thomi vetëm si titull të projektit, por çka nënkupton, do të thotë cili është projekti që realizohet në terren, çka veprohet në tutje. Është një brand i Caritasi Gjerman. Po. Shumë dallues. Edhe kjo quhet për kujdesi shtëpiak, sepse mas pari kjo bata dhe tani në Gjermani. Edhe falë angazhimit tonë, ne kem kërkuar ndihmën e Caritasi Gjerman që këtë shkollë të shërbimit ta standardizojmë, ta bëjmë brand të Caritasit në Kosovë. Dhe Caritasi Gjerman ka ardhur, ka studiue, ka bëj trajnime të shumta, dhe kjo është bërë dikun 2009 në Prizren, Prishtinë, Mitrovic edhe Gjakov. Quhet home care për kujdesi shtëpiak. Kjo nënkupton ku ekipi i profesionalizuar për këtë shërbim, që janë 2 motra infermiere, mundet me qenë janë edhe psikologe, edhe mjeku i cili nuk do të thot a priori në çdo vizit me qenë në familjet ku ato vizitohen, shkojnë në shtëpi. Paka shumë një ekip ka rreth 70 pacienta, të cilët vizitohen gjatë një javës, 2 herë, 3 herë në javë, varësisht nga edhe gjendja shëndetësore. Në radhë të parë është socializimi me të harruarin, ta quajmë ashtu, me režim shtrati, të vetmuar, njerëz të traumatizuar, njerëz krejtësisht të lanën pas dore. Dhe ekipi shkon edhe socializohet, e përcjell, e ngrok, e mbështet, jam me ty, dikush mendon për ty. Kuptohet her pas here edhe i sjell gjëra ushqimore që është e nevojshme për pacientin. Ky projekt kena studiuar, ka qenë trend gjerman. Edhe këtë brand ne e kemi sjellë në Kosovë. Caritas Kosova. Edhe Caritas Kosova nuk hjek dorë prej brandit vet. Atë mund ta implementoj edhe ndonjë operator fizik, por jo ta shëmtoj, ta deformoj projektin. Por si brandi Caritasi Gjerman, aty dijen parimet, shërbimet, përkushtimi edhe mënyra e veprimit ndaj
familjeve, E thatë- ndaj personit i cili e ka një jetë, pra po them, jo sa duhet e dinitetshme, jo prezencës njerëzve në ambientin shtëpiak apo aty ku jeton. Edhe ne këtu jemi ballafaque me shumë operator fizik nga raporte që i kemi prej komunave, Po. prej Se përfituesve. këto deshta dalë edhe unë. Deshta t'ju pyes sa i përket në thot një produkt që ju e keni sjellë në Kosovë, siç është home care, dhe Caritas Kosova tha se nuk është organizat profitabile, do të thot, po e cekt se cilën është roli i kësaj organizate. Dhe apo tentohet që me këto produkte të bëjnë biznes të tjerët dhe të ndërhyjnë direkt në punën e Caritas Kosovës, apo do të ketë vështërsi, sepse thamë edhe sfida, sigurisht ka sfida, a do tjetë dhe kjo një sfida Caritas Kosovës për t'i kaluar këto farë pengesa gjatë rrugës? Faleminderit se ke kap gjenezën. Ne nuk studiojmë punën e të tjerëve apo të merrim çka ata mendojnë, por ne e dim që operatorët fizik janë fitimprus për çdo projekt që marrin, konform ligjeve që ju lejon të veprojnë në vendin ku ata aplikojnë. Por dua të theksoj që sipas gjitha analizave që i kanë bërë institucionet e shtetit në raport me implementimin e punës e Caritas Kosovës, unë edhe bashkëpunëtorët e mi ndihemi jashtëzakonisht komot, të lumtur për një veprimtari të cilën mas miri e kanë vlerësue përfitues, jo implementues, por përfitues, sepse zyra kombëtare e auditimit të shtetit e ka ba me mujt të tëra auditimin e projekteve të Caritasit, projektit home care, për kujdesit shtëpiak, në gjitha qendrat ku ka bashkëpunue me komunat. Edhe është zyrtarisht raporti i zyrës kombëtare të auditimit, ku përfituest 10 vitet e fundit, që fare ne nuk i dime, nuk i njohim më, janë shprehur në favor të Caritasit as një fush që janë me dhjetra fusha ku duhet të deklarohen përfitues, nuk ka nër notën 9. Do me thonë përfitues e kanë vlerësue punën e stafit e Caritasit në raport me ta me 9/5, 9/8, deri në 10 maksimum, për kënaqësmëria e tyre në raport me punën e implementuar prej Caritasit Kosovës. Mirë po, atë që keni thënë sfida, janë sfida për arsye sepse aty ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e gjatë ku ne kemi qenë edhe mbështec të komunave, sepse ne kemi arkivin ku çdo dokument dokumentohet, arkivohet, është puna e cila bëhet strikt nëpërmes rrjeteve digjitale bankës, nuk ka asnjë transakcion që nuk i e shans minimale, si nga donatori, si nga implementimi që Caritasi duhet me bëhet, të raportojnë Caritasin Evropian edhe donatorin. Auditoni edhe nga ata të cilët i mbështesin, auditor të jashtë që janë auditor gjerman, austriak, apo shumë vene kije, po çdo projekt, çdo donator ka qasje permanente në linjat buxhetore të projektit vet. Plus auditohet çdo projekt, implementimi i punës e atij projektit implementohet edhe nga donatori, por edhe nga auditimi i jashtëm, edhe nga auditimi i institucioneve të vendit. Kështu që Caritasi ka përjetuar një jashtëzakonisht sfida të mëdha, duke i bind një institucion i cili të jep leje të veprimit, e tjetri thot duhet ta vërtetojmë a ka drejt njëjtin vend. Për shembull, autoriteti kontraktues i komunave, komisioni regulativ
i prokurimit publik, organi shqyrtues i prokurimit publik. Me gjitha këto, Karitasi i Kosovës është ballafaque në mënyrë permanente për t'i raportuar punën e implementuar dhe për ta fakturizuar punën si nga zyra e implementimit, por edhe nga përfitues të cilët i ka me një mënyrë i ka intervistue auditori i shtetit i jashtëm pa dijen fare, pa prezencën tonë. E kështu që jashtëzakonisht Karitasi i Kosovës ndihet i kënaqur me punën që e bën në vend, në raport me përfitues që i parashef projekti. Këto sfida, këto gjona dhe pse të gjitha kanë dalë me raportet, them ashtu siç e ceket edhe vetë, me notën më të mirë nga vetë përfitues të këtyre projekteve, sa po pengojnë, do të thotë avancimin me projektet e tjera apo paraqesin pengesë, do të thotë në realizimin apo idetë për të zhvilluar edhe projekte të tjera si Caritas Kosova, pasi që këto pengesa nëse vazhdojnë në farë forme, edhe pse nuk ndoshta jo pengesa të mëdha, por me direktivat e ndryshme, apo prapa vinë, unë nuk duhet t'i paragjykoj se çfarë do të ketë, thotë, por duke pas parasysh që Caritas Kosova është një mision dhe nuk është një biznes, atëherë sa po respektohet kjo nga këto institucione? Ne ndikemi ka njerë shumë keq që nuk mund t'i përgjigje me gjitha ftesave që qytetarët anë kanë Kosovës i drejtohen Caritasit si një organizat humanitare Dhe shumë besnike. Kishim pas shumë dëshirë që t'i prekim ndjenjat e njerëzve që ndoshta kanë mundësi të bëjnë një të mirë, të bëjnë një donacion për njeriu në nevojë. Por ne mundohemi prapë thëm karshi rrethanave që krijohen në vend, ashtu që edhe ne të rështohemi e të krijojmë fusha bashkëpunimi, sepse sot nuk ka mund ndihma të cilat i sjell Bashkimi Evropian apo kushdo jashtë Kosovës për një donacion për fushat të caktuara ku kishin me përfitue pa fare angazhimi të varfërit. Por mundohemi ne të varfërit nëpërmes rinijës bavareze, e cila në mënyrë permanente bashkon në Bavari ndihma ushqimore, edhe i shpërndajnë 2-3 herë në vit, siç jo Kosova, Shqipëria, Bosna, Malizi, kështu që ato ndihma shkojnë, kuptohet në radhë e parë janë institucionet që shërbejnë prapë për njerëzit në nevojë, siç është kuzhina këtu në Prishtinë, ku në mënyrë ditore marrin një shujtje të ngrohtë rreth 100 persona, pa dallim. Që sa vite është kuzhina këtu në Prishtinë, e cila ndon shujtja për njerëzit në nevojë për Kuzhina është rik një projekt në vizionin e presidentit e Caritasit, i peshit Monsignor Dot Gjergjit, i cili në Bogdanipolis e ka mundsue që aja kuzhinë të ketë parasysh edhe të varfërit e kryeqytetit, ku e marrin në Ulpian rreth 100 shujtjet ngrohta, njerëzit më të rrezikuar për kafshatën e Bukës. Edhe kjo fal donatorëve edhe Caritasit, që thash rinia bavareze që sjell gjëra ushqimore, është një pikë ku edhe ne e furnizojmë me gjëra ushqimore. Apo atëri kena edhe qendrat e pensionistëve, e kemi edhe institutin në shtime, ku janë njerëzit e smuar, të hendikepuar, atje me dekada ne mundohemi të jemi prezent me veshmathje dhe me gjëra tjera ma të nevojshme që ju duhen. Pra, sfidat këto janë sfida jashtëzakonisht të mëdha për njeriu që është edhe kështu në aspektin njerëzor i ndihshëm, sepse kur të vjen një varfër dhe e din që nuk ka gjanat elementare, nuk ka për një medikament ma të thjesht, nuk ka mundësi për të blerë, atëre nuk mundesh me qenë indiferent.
dhe kështu që munohemi në mënyra ndryshme të mbështesim këtë kategori dhe të jemi vërtet afër atyre njerëzve që të përjetojnë që dikush vërtet mendon për ta dhe gëzohet kur ndan edhe kafshatën e gojës me atë që s'ka. Doktor, kem pas rastin personalisht të gjatë punës time gazetareske në punën që bëj të përditshme, kam has dhe kam rastis në një fshat nëse mund gaboj të Ferizajt, ishte një qendër kulturore dhe shëndetësore edukative në Ferizaj dikun. Dhe më thanë se është e Caritas Kosovës, dhe më thotë që ofron shërbime, dhe më thotë falas për kategoritë në nevojë, sidomos për shtresat e ulta. A mund të më thuash cilën është roli dhe puna kësaj qendre Po. që keni? Ne kemi qendrën në Dubrav, ajo është shumë afër 2-3 kilometra afër qytetit Ferizajt. Ku është një zonë e Rom Ashkali Egjiptian. Janë dikun rreth 3.000 qytetar, por fshatrat për rreth dhe afër Dubravës janë edhe shqiptar. Në qendrën Dubrav janë përfitues ditor mbi 200 persona. Gratis. Është mjeku i cili punon me orar të plot, motrat medicinale, është stomatologjia, gjithë gratis, janë kurse të ndryshme që e avansojnë atë strukturë, atë rini, atë fëmijë me u kyç si të barabartë në jetën e përditshme, me mësimet ndryshme, me aftësime që do të thotë e bëjmë përkushtimin, edukimin, formimin, ngritjen dhe aftësimin për të jetuar i barabartë me fëmijë tjerë, sepse është një zonë ma e varfër. Dhe kjo qendër punon dhe është një dëshmi se cili është qëllimi i Caritasit Kosovës. Kur presidenti i Kosovës me buletenin që kemi në Dubrav e ka prezentue në Bruxelles se çka bën shumica shqiptarët ne nëpërmes organizatave të shumta për pakicat, për njerëzit që janë margjin dijes, margjin përkushtimit, barabartësisë, të ngritjes e dinitetit e tyre. Çka bëjmë ne për ta, edhe ka marrë si shembull shumë konkret pikrisht punën e Caritasit në Dubrav. Në miniaturë të kësaj kemi edhe në Mitrovic, që thot emni është tu Dubrava, atje është Roma Mahala, dhe me thënë lagja e Romëve, edhe atje mundohemi tjetën punë të bëjmë, kuptohet me kapacitete më të vogla. Kena pas edhe qendrën të cilën e ka ndërtuar Caritasi Zvicrës shumë vite, ishte një shembull më i mirë i shërbimit në Gjakov, dhe atje jo falë shumë rrethanave tjera dhe mos vigjilencës të disa kryetarëve edhe njerëzve me përgjithësi, nuk ka shkuar puna si duhet, dhe sot atje është një organizatë e huaj komunitare, Concordia, e di që qendrën e ka në Rumani, e cila në ato objekte jashtëzakonisht mëdha, investimet mëdha, me qindra shtëpit ndërtuara prej Caritasit Zvicrës, aja atje e menaxhon një projekt e cila është pak a shumë i ngjajshëm, sikur edhe Caritasi Kosovës. Sepse mës ta i nderuar president, ta kemi të qartë, Caritasi në botë është një, e ka një president. Caritasi në botë ka një president, edhe president është kardinal në Rom. Caritasi Evropian, që është për Evropë, e ka një president që e zgjedh konferenca i pezhnore evropiane, është me seli në Bruxelles. Dhe Caritasi Kosovës nuk është një pikë shkputur i cila bën çka don vet. Caritasi është një mision i Kishës Katolike në fushën e bamirësisë, ku objektiv e ka njeriun pa dallim, nevojtarin të cilin e prek fusha e veprimit
që Karitasi e bën, që kjo është nga bashkësia e parë. Veprimi i kishës është doktrinal, mësimi, por është edhe shërbimi. Shërbimi që do të thotë Karitasi, shërbimi për njeriu në nevojë. Kështu që ne mundohemi edhe në vendin tonë, në takimet e shumta që i kemi, me institucione, me qeveri, me njerëzit relevant, që mund të kyçen në këtë veprimtari, që ta bajnë më të mirën e mundshme pa përfitime të organizatës, sepse organizata thamë është si lumi, Karitasi është, edhe ishte, edhe do të jetë. Ta bajmë më të mirën e mundshme që të prezentojmë punën tonë në favor të ngritjes, të ngrokjes, të dhenjes shpresës të atyre që janë të marginalizuar, këtë harruar, edhe nevojtar në fushat e shumta, që të prekim e të ngrohim jetën e tyre. Doktor, faleminderit shumë për kohën që gjetët jeni pjesë. Edhe unë ju dëshiroj punë të mbarë dhe jemi para fillimit të krezhmeve, sepse mërkurja përhime është për 2 ditë të mërkurën, fillojmë një kohë ma intenzive. Koha meditimit, koha e lmoshës, koha e pendesës, agjërimit. Çka o pendesa? Papa nga kravati i vetë në dha 12 udhëzime se si duhet përjetohet koha e krezhmeve. Prandaj edhe unë i ftoj të gjithë ndëgjuesit e Radio Marijës që të gjejnë kohë për meditim, për urat, të gjejnë kohë për lutje, për meditim, të gjejnë kohë edhe për sakrificë, sepse atë që e bëjmë për të tjerët, i jep shpresë, i jep shije veprimit tonë dhe i jep gëzim jetës tonë që është në favor apo në shërbim të atyre që presin prej ne. Pra të gjithë ndëgjuesit e Radio Marijës, dhav Zoti që të fillojmë një kohë të krezhmeve sa më të përgatitur, sa më të vendosur, për të thënë vetvetes edhe atij që i besojmë, le të ndodh me ne o Zot atë që ti don, për të kremtuar ditën e pashkve me shpresë se jeta nuk merret i atyre që Krishtit i besojnë, por ju shndrohet për amshim. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirë se dashur, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni dhe ju njoftoj se ne çdo të martët e parë të muajit do të kemi emisionin kushtuar Caritas Kosovës veprimtarisë së tyre, ku do të raportojmë edhe nga tereni për gjithë punën dhe veprimtarinë e tyre që e bëjnë, që të keni më përsafërmi dhe t'i njehni më përsafërmi rrethanat dhe çka punon Caritas Kosova. Don Viktor, faleminderit edhe një herë dhe të lutem një bekim për gjithë ata që na ndëgjojnë për fund dhe ta mbyllim këtë emision. Të ndëgjues të Radio Marijës, me shtrimjen e durve të mia meshtarake, Zoti hyu i gjithë pushtetshëm, Zoti mirësi dhe dashuri, ju bekoft me çdo bekim qellor dhe toksor, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen.